Flas Shqip. Përshëndetje miq të kanalit Flas Shqip. Mirë se vini në botën magjike të lepurit Leli. Në këto poralla të bukura dhe të shkurtra, do të ndjekim aventurat e Lelit, një lepur i zgjuar, i sjellshëm dhe plot fantazi. Ai jeton në një pyll plot ngjyra, ku miqtë e tij të dashur si Arin gjelbërues e ndihmojnë në çdo sfidë. Çdo histori sjell një mesazh të veçantë për miqësinë, dashurinë dhe kujdesin për natyrën. E jani me ne dhe njihni Lelin nga afër. Një ditë, një lepur i vogël me emrin Leli po kërkonte diçka të ëmbël për të ngrënë. Ai kërceu përmes pyllit, por nuk gjeti as mollë, as karrota, as mjalt. Pa pritur, pa një kavanos të vogël reçeli të kuq mbi një gur. "Wow, reçel me lule shtrydhe", tha Leli me sy që i shkëlqenin. Por sa po afrua, dëgjoi një zë të butë. "Kujdes, reçeli është i imi", tha një arush i vogël që po vinte me një lupë në dorë. Leli u ndal dhe tha: "Oh, më fal, nuk e dija që ishe i zën. A mund ta ndajmë bashk?" Arushi qeshi dhe i dha Lelit një lugë. "Po, sigurisht. Reçeli është më i ëmbël kur e ndan me shokët." Që atëherë, Leli dhe Arushi u bën miq të mirë dhe çdo pasdite ndanin ndonjë ëmbëlsirë së bashku. Leli dhe Arin gjelbërues. Një mëngjes i bukur pranvere, Leli doli nga strofulla e tij dhe pa që të gjitha lulet në pyll ishin vyshkur. Ndërsa po kërkonte ndihmë, takoi 3 arinj të vegjël që po mbanin fusha dhe kofë me bojë. "Ne jemi Arin gjelbërues", tha njëri, "dhe jemi këtu për të sjellë ngjyrat përsëri." Leli u gëzua shumë. Ai mori një fushë dhe u bashkua me ta. Së bashku ngjyrosën lulet, barin, gjethet, edhe rrezet e diellit u dukën më të ngrohta. Në fund i gjithë pylli ndriti sërish dhe Leli tha: "Kur punojmë së bashku, gjithçka bëhet më e bukur." Që nga ajo ditë, çdo pranverë, Leli dhe Arin gjelbërues ngjyrosin pyllin me dashuri dhe buzëqeshje. Leli dhe festa sekrete e pyllit. Një ditë, ndërsa po pikturonin gjethet e fundit të vjeshtës, Leli lepuri dhe Arin gjelbërues dëgjua një fërshfërim të çuditshme nga një pas shkurre. Kur u afruan me kujdes, s'kishte asgjë, por mbi një deg ishte varur një ftesë e artë. "Ju ftojmë në festën sekrete të pyllit, vetëm miqtë e vërtet lejohen." Leli dhe Arin u emocionuan. Ata ndoqën gjurmët e ftesave që çonin drejt një livadhi të fshehur. Aty i priste një surprizë e madhe. Të gjitha kafshët e pyllit kishin organizuar një festë për t'i falenderuar për ndihmën dhe ngjyrat që sillnin çdo stin. U kënduan këngë, u luajtën lojra dhe në fund, Arushi më i vogël ngriti një kup me lëng mjedre dhe tha: "Për Lelin dhe ngjyrat që na sjellin buzëqeshje çdo ditë." Që nga ajo ditë, festa sekrete u bë traditë dhe Leli gjithmonë e dinte se dashuria dhe miqësia janë ngjyrat më të bukura në botë.